Nona e keqe e merr në qafë djalin. Kish pas një unë vesh një gjallë dhe kër i tëq baba, nojë dhe rrëti gjallin tere që ju ba gjalli zotë i veti. Por se thmija i pa bab, aja nisin buzlije po vjedh ka pak e ja qeke nonës vetë. Nonë si do ke mire se theke kur gjatë djallit. Kur t'i kur djalli a nisi po vjedh më të madhe, atëherë në zume një herë e shtinë hapsone edhe dënu me vjerë kanap. Djalli lypi. A kam drejt me lyp dy fjallë. Qka, i thanë ata. Nonën e du me pas këtu e me u përqaf me ta, ja tha djalli. Atër shkune e apru nonën, kur e apru nonën, kjo e thiri nonën nga të veti, se isha vyt nga të kanopit, e kur e afru nona dhe a vyt nga të djallit edhe përqafi. Djalli i tha, nonë, që të ma gjuhën të aputhë. Nona e qiti gjuhë me aputhë e djalli e shkurtoj gjuhën me e dhonë nonës vetë. Kur e po se qka boni djalli e të vetën djallin, pse e shkurtove nonës tonë gjuhën me dhonë, djalli pulli. Unë kur jam koni vogël nuk kam ditë e sa i kam vjedh ka pak, po të i rritë ja gjami a ja punë më shumajke, për dite më shumë, edhe kështu erdha tek tirit e kanupë. E nona sa jam koni vogël me më paston me këtë gjuhë, mos vedh e mos bëmë së sanësh, nuk isha arë tek tirit e kanupë. E nona e keqe e me në qafë gjallë.